Në sheshin e qytetit është organizuar nga Bashkia e Durrësit një ceremoni solemne në përkujtim të ngritjes së flamurit të pavarësisë në Durrës me 26 nëntor 1912. Në këtë ceremoni kanë marrë pjesë kryetaria e Bashkisë Durrësit Ermiana Sako, përfaqësues prefekturës, deputet, veteran, përfaqësues të komuniteteve fetare dhe qytetarë të Durrësit. Pas tingujve të himnit kombëtar, flamurin pranë bashkisë e ka ngritur kryebashkiakja Ermiana Sako. Ajo deklaroi se kjo ditë mbetet një gur themeli në historinë e qytetit të Durrësit dhe se të gjithë për ulën me respekt përpara gjithë atyre patriotëve që sakrifikuan gjithçka për pavarësinë e vendit. Kjo ditë shënon një prej momenteve më të rëndësishme të identitetit ton qytetar dhe mbetet një gur themeli në historinë e Durrësit të shekullit të 20 e mëtej. Para 113 vitesh, kryetari i Bashkisë së Durrësit, Hafiz Ali Podgorica, ngriti flamurin shqiptar në 26 nëntor të 1912-s. Ky akt solem përfaqëson kujtesën e vlerave më të çmuara kombëtare dhe sakrificat e panumërta që janë bërë për këtë vend. Një akt që ne e nderojmë për herë me krenari. Durrësi është një qytet që priti Ismail Qemalin dhe adetarët që shoqëronin atë. Në udhëtimin e tyre historik drejt përmbushjes së misionit të shenjtë, shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë. Me ngritjen e flamurit në Durrës, nisi rrugtimi i shtetit të pavarur shqiptar. Sot me mirënjohje e nderim kujtojmë figurat e shuara durrësake që kontribuan me përkushtim adetar. Kryetarin e parë të bashkisë, Hafiz Ali Podgorica, ata që siguruan udhëtimin e Ismail Qemalit të kryesuar nga Kasem Durrësi, përfaqësuesit e Durrësit në kuvendin e Vlorës, Dom Nikol Kaçori, Jaja Ballhysa, Mustafa Basha, Abbas Çelkupa, si dhe patriotët Agostin Sereshi, Sotir Veveçka, Sulejman Kadiu, Stefan dhe Marie Kaçulini, e shumë të tjerë që lanë gjurmë të pashlyeshme në këtë moment historik për qytetin tonë. 26 nëntori, theksoi kryebashkiakja, mbetet për herë një ditë e madhe historike për qytetin tonë.